Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush të gjitha diskutimet, dinamikat, ngjarjet edhe ato që në fakt nuk janë parë natën e mbrëmshme. Ju jeni shumë bukur të informuar, keni qenë dëshmitar të gjithë të një dasme që natën e mbrëmshme ndodhi në shtëpinë e Big Brotherit, ku prezent ishin 4 finalistët, që në fakt 2 prej tyre u martuan në këtë rast që ishte Gjesti dhe Egli, por të ftuar ishin edhe miqtë të tyre apo banorët që ato e kanë ndjerë veten më të afërt me këto banor, ku ndërto ishte edhe Shkëlzeni, një ish banor i njohur si Xeni Doktori. Xeni gjithmonë ka krijuar afrimitet me Eglin dhe Gjestin që në ditën e parë me hyrjen e tij, sepse shoqërinë me Eglin e ka patur që jashtë shtëpisë të Big Brotherit dhe e kujtoj me shumë moment të bukur kur Egli me shumë dashuri, me shumë kënaqësi, me shumë pozitivitet e priti Xenin në shtëpi dhe u gëzua shumë në fakt me hyrjen e Xenit në shtëpinë e Big Brotherit, që do të ketë një mik, një shok shumë të dashur. Por Xeni nuk pati një lloj afrimiteti dhe nuk pati një lloj të bukur me Laert Vasilin. Kujtojmë natën kur Xeni u largua nga shtëpia me televotim të publikut, Laert Vasili nuk doli që as ta përshëndetën dhe as ta përcjellën dhe Xeni në fakt reagoi shumë për këtë ngjarje edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Natën e mbrëmshme tani ai ishte me kastile që të bëhet një incident nga ana e Laertit për ta prishur dasmën e Gjestit edhe të Eglit, nuk dua ta besoj këtë pjesën, por Laerti ruajti një lloj mlefi, ruajti një lloj inati kundërdrejt Xenit dhe në momentin që u fut në Storm Arena, në vendin ku ishte ku pritej të ndodhte dasma, martesa e Eglit edhe e Gjestit, Laerti nuk e përshëndeti fare Xenin edhe nuk ja dha dorën fare, por njëkohësisht edhe Xeni nuk ja dha dorën atij. Filluan të shkëmbejnë disa fjalë, do me thënë duke i gjuajtur ndaj njëri tjetrit, fjalë të rënda le të themi, dhe priteshte moment në moment që mund të ndodhe një diçka, por nga kamerat, nga muzika e madhe që ishte brenda kësaj shtëpie, nuk u arrit dot në fakt që të kapet ky momenti ku Laerti po konfliktoheshte me Xenin. Dhe më pas, do me thënë pas disa gotave që Laerti i ka pi mbrëm, që ju e patë shumë bukur që Laerti u bëtap edhe në fund edhe u zhvesh, do me thënë krejtësisht dhe në për shtëpi i pirë tape kërkonte gotën e alkoolit, Laerti filloi që t'i afrohej Xenit, ndërsa Xeni e shmangte dhe i rueshte gjithmonë atij konfliktit, se ndoshta sipas mënyrës së Xenit ai po provokoheshte në këtë rast nga Laert Vasili. Dasma vazhdoi shumë e qetë, banorët nuk kishin hyrë me qëllimin asnjë mënyrë që të krijonin konflikte, të prishnin dasmën. Xeni edhe sot e shpjegoi në Breaking News që nuk kam patur asnjë qëllim të tillë dhe sikur të bëheshte provokimi më i madh i mundshëm brenda asaj dasme, unë në asnjë mënyrë Gjestit edhe Eglit nuk do t'ja prishja dasmën, por do të përballoja gjithçka, do të merrja gjithçka në vete, vetëm e vetëm që këtij çiftit mrekullueshëm mos i prishej asnjë gjë. Dhe në fakt kështu ndodhi, Eglit edhe Gjestit nuk ju prish dasma, Eglit edhe Gjestit nuk ju prishën momentet, gjë për të cilën këtë e bëri edhe momentin më të bukur. Xeni e ka shpjeguar që mes Laert Vasilit ka një lloj doze të inatit të tyre, ku më pas Laerti, pas përfundimit të dasmës në kuzhinë, në tavolinën e bukës, e ka folur këtë gjën me Rozanën që Xeni nuk më përshëndeti, Xeni nuk ma dha dorën, ka një lloj ignorance kundërdrejt meje dhe e bën atë djalin e moralshëm. Normalisht që Rozanën nuk duhet ta gjykojmë, sepse Rozana gjykon lojën e interpretimit që i bënte Laerti dhe mënyrën e interpretimit që i bënte Laerti, sepse Rozana nuk është jashtë që të dëgjon dhe versionin e Xenit, edhe po bisedonin për këtë konfliktin që në fakt që nga krijuar brenda në shtëpi si temë dhe publikisht e nxori Laerti, nuk e nxori Xeni si konflikt, ndërsa
Më falni, Xeni sot në Breaking News e shpjegoi të gjithë të ngjarjen, domethënë një moment që ne nuk e kemi parë që në qoftë se Xeni do ta vazhdonte edhe më shumë si fjalë apo si konflikt fjalësh mes njëri tjetrit, do ndodhte një debat shumë i madh mes tyre. Dua të marr mendimin tuaj për këtë ngjarje. Mendoni se ka qenë me kastile nga ana e Laertit për t'ia prishur das mëngjesit apo ka qenë një hatërmbetje e mëhershme?